Unë kam dëgjuar nga të dy fëmijët e mi, tani po sjell edhe jo vetëm të mijët, po dhe 3 fëmijë të tjerë të shoqeve. Se ka mirakull se you guys e keni për të gjitha. Ne vim nga Tetova e Maqenisë. Ju falenderoj shumë që jepni mundësinë fëmijëve tanë shqiptar. Kështu mundësish nuk kemi pas shumë dhe jemi shumë të gëzuar që ju vazhdoni me këtë projekt. Dashuri. Me çfarë mirakull kjo? Asnjë, vetëm të bëjnë qef. Jam i sigurt se do kujdeseni për ta. Është ajo që e kërkoj, vendimi i saj dhe ne ja plotësuam. Kemi besim që gjithçka do shkojë shumë mirë. Një falenderim të veçantë për ju që na i largoni nga ato telefonat, nga ato jeta e përditshme kompjuter. Është viti i tretë, por prapë emocionet janë shumë mëdha. Në fakt unë është kënaqur gjithmonë. Ketë një eksperiencë të re, nuk do jetë me celular, me tableta. Çfarë mirakull kjo? Jo, s'kam asnjë merak. Eksperiencat që kam pas edhe nga shoqet e Luarit që kanë qenë në vitet e mëparshme, e kanë qenë shumë pozitive dhe kjo ka qenë një ndër arsyet që ne këtë vit e kena sjellë vajzën.